Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur petulla me majdanos, me miell misri dhe djath. Ju ftoj t'i përgatisni pasi janë vërtet të shijshme, por edhe mjaft të shëndetshme. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë dështojmë 8 lugë miell misri, 3 lugë miell gruri, pak krip, gjysmë lugë çaji me pluhur fryrës dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme pasi të gjithë përbërësit duhet të lidhen mjaft mirë me njëri tjetrin. Pasi e kemi përzier shumë mirë, do vazhdojmë duke shtuar një vezë dhe rreth 200 ml qumësht. Qumshtin mund ta shtoni pak e nga pak duke përzier vazhdimisht, kështu do shihni edhe konsistencën e brumit. Pasi na është formuar kjo masë që tregohet në video, do vazhdojmë duke shtuar djath, majdanos të freskët, nëse nuk e preferoni majdanosin mund ta zëvendësoni me kopër, me nenexhik, me rigon, sipas preferencave tuaja. Dhe masën do vazhdojmë ta përziejmë derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme. Dhe do t'i skuqim në një tigan me vaj të bollshëm. Nuk përthithin as pak vaj dhe bëhen shumë të shijshme. Nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Gjithashtu nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund ta shkruani në koment. Siç e shihni, i skuqim mirë në të dy anët, kanë një ngjyrë fantastike, por edhe në shije janë vërtet shumë të mira. Janë të përshtatshme për çdo vakt, si dhe një ide mjaft e mirë për t'i marrë me vete në punë ose në shkollë për fëmijët tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos dilni pa lënë përshtypjen tuaj dhe unë ju falenderoj për të gjithë vëmendjen tuaj në kanalin tim. Bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.